mos kandidimi i Sali Berishës, nominimi i Sali Berishës për kryeministër. Të rritë kryetari i opozitës, sepse i fitoi kryetari, që i ka votat e militante, sepse ne kemi marrë vota militante, vëlla. Diçka më shumë. Po s'kemi marrë votat të grisë, kemi marrë votat të panërës, sepse ka ndalë njerëz se Rama, Partia Socialiste ka votat të veta, mor vëlla, ka rënë biles, 30.000 vota. S'ka 10 votat tona më burrë, s'ka ndalë njerëzit tonë. 205.000 vota, po të krahasosh PD 622 plus 110, 732 plus të partitë e vogla, s'ka ndalë njerëzit tonë. Edhe partitë e vogla që të hëngrën. Pra, do duhet një figurë përbashkuese për mozaikun, për federatën e opozitës. Dhe unë kam qenë një ndër njerëzit që edhe në formën e një bisede informale, shakaj, gjithë gjëra kam thonë, a doni një emër t'ju propozoj? Mira Muratën kam thonë, që sfidoi Edi Ramën. CEO-ja e ChatGPT-s, inteligjencë artificiale. Rinia do vdiste, do silli risi, si të qarkulloshin për Tiranë që do vi një biznesmen nga Amerika, do e bin kështu, Berisha do kandidojë për kryeministër, e parasysh edhe rritet fryma. Më fal, që po bie diçka nga historia, Milošević që ishte në grop atëherë, dhe rifitoi zgjedhjes se mori një biznesmen serb të suksesshëm të farmaceutikës, se e kam harruar emrin tash, që rifitoi zgjedhjet edhe një herë. Kjo nuk mund të pranojnë dot populli shqiptar, qytetar shqiptar, që një makinë të vjetër politike, si Edi Rama, të zëvendësoj me një makinë akoma më të vjetër politike si Sali Berisha për herë të 4 të 5 janit. Ti mund të jesh një makinë, se makina vjetër ka relike, po ecë me 30 km/h, kurse ai ecë me 200 km, se kapti, se pura destinacionin. Dhe e fundit, koalicioni Aleanca Mallështore, Shqipëria Mallështore, hiqi 25 partit, me gjithë respektin për i votë, për 2%, për 5.000, për 100.000 që kishte lëshë jetë, kanë vlerë. Po vlerë më të madhe kishte vetëm një parti në thojza, një aleat, spaku dhe vetëm spaku. Pse? Se gjithçka që ka thënë Berisha, që kam thonë unë, gjithë tjerët që kemi artikuluar, që kemi denoncuar, kemi në parlament, në politikë, do kishin ngel thjesht një retorik politike, nëse këto nuk do të materializohesh me fillim procedime penale, hetime penale, apo gjykime penale, apo arrestimeve të funksionarëve të lartë Partisë Socialiste. Ka logjik morale, politike, zhvillohet si dushti që të arrestohet numri 2 Partisë Socialiste, kryetari i Partisë, dhe ti rrit vota në Tiranë, e kupton pra, që do të thotë ti e qun spakun në organizat kriminale. Që kur një kohë që qytetarë shqiptar 80% e du spakun, sepse shpëtimi vetëm e di që nuk e zgjidhte problemin as Rama, as Berisha, as ne politikanët asnjë, po e zgjidhte spakun që thoshe, po ja merr hakun ton, po fut dashim merr apo fut dritani spaku. Bravo që spaku. Jo, pastaj imagjino sa iluminist do dukej Berisha sikur thoshte pavarësisht se më përdjekin mua. Ja kam thënë pra. Ja kam thënë unë, more, dëmgjosh me dëgjoj. Pavarësisht se më përdjekin mua, po ky është aleati më i fuqishëm. Ja çfarë kam thënë Sali Berisha në grup parlamentar, janë të regjistruara gjërat, nuk e thënë. I jam drejtuar me dorën në zemër, doktori kam thënë. Të lutem mos ngjoj këto që ke afër. Mos ngjoj këto afër. Ishe pa kaluar në rreth shtëpie. Edhe bides Sali Berisha sot, po të ishe në rreth shtëpie, unë s'do flisem më sot. Një thoja, s'ka fajt la ka qenë rreth shtëpie. Po. Pra humbi zgjedhjet, i humën këto. Por faktikisht dolim janë atë gjë. Por i kam thonë, mos na lën partinë në dorë flamurnokës aty tjetër kam thënë. Se na morëm qafë. Edhe respektoj vendimin e gjykatës, sepse vendimi i gjykatës, kam thënë, do ta ndryshojmë vendimin e gjykatës se nuk mund të sidosh dot gjykatat, nuk mund të drejtësinë dhe që bëhet rreth shtëpisë. Në një kohë që i kam thonë, pavarësisht që është vendimi politik, ti duhet ta respektosh të vendimin, detyrimin paraqitje, që punoni lirshëm dhe 2 herë në muaj siç të kanë kërkuar të shkosh atje, të vemi ne përpara spakut bashkë me ty. Ja kanë propozuar ata që po bëri tani Berisha nga dhjetori vitit kaluar deri tani. Ja kanë kërkuar më jetë shkruara gjërat, i vetëm tjetër uçi kokën, nuk fliçën. Kur diçka që kafe rrugët në dy korridor thoshin e bëre mirë. Këto janë gjërat që i kam thënë unë vllajtë. S'mund të mund, është normale vllajtë. Pse? Sepse unë besoj që njeriu duhet t'ia thush gjërat. Ti mos i bëj intrigë mbrapa krave. Mos e shaj për tavolina, mos i bëj pislikë, mos e tradhto. Po thuaj të vërtetën. Sepse duke fërkuar gjithë ne si punë mirë, që ka mirë hotela. Po që ka mirë kështu. Edhe në rifet, të ke parasysh pastaj robi si puna ajo që thuhet atje, që kam rregull. Ky është problemi aty drejton. Asha. 4 faktorë të cilët na çuan në këtë pikë. Dhe pak këto më janë sollë rezultat. Do humnim. Po jo kështu. Jo kështu më kështu të ngjalë shpresë prap. S'do ikte Berisha, do në një tjetër, pak 62-63 mund ta kapnë. Pa diskutim, o drejtan, po pa diskutim. O vlla, disa thoshin njerëzit e neve. Ore duhet të shohim me syrin këta, jo rrem me këta vlla. Po ku të vemi re? Ku demokratë vlla? Ku të vemi more? O deputet, po ku të vemi atë?
Jemi persekutuar, por nuk mund të vazhdojë dot ashtu vetëm, mosha, nuk shtyhet më, nuk s'mund ta menojnë dot që prapë të kthehet Berisha. Kaq më. Pra Hajmalia e Deramës, Partia Socialiste ishte qenia e Sali Berishës. Inshurenca, full kasko, me siguricioni full kasko është Sali Berisha. Edhe sot lene pas 4 vitesh Rama do vjen 95. Maroj edhe kaq. Por miku im, do duhet që ti kundërshtarin mos të jesh si kundërshtari, kuptimin në gjithçka. Do të jesh antipodi kundërshtarit, që do të bësh atë. Okej, Dashi, Berisha e ka parë dhe një herë tjetër fundin në 2007. Mund të ketë një sepse u krijua ky miti, më fal, në 97-ën e kapi fundin Berisha, po u çua në 2005. Po kisha një element krahasor, mos haro. Një e para herë. Berisha ikon nga pushteti jo në rrethana normale, pavarësisht problematike gjëra, por në një çmenduri shqiptare gjithë vendit. Arriti e krijoi të mbështetësit e lufta, dreqi, gjithçka me gjithçka revolucioni. Dhe kishte gjë Berisha që deri në vitin 2005 Sali Berisha s'kishte kurrë as media, as individ, as politikan të vinte ta akuzonte për korrupsion. Presupozoi si njeriu më i ndershëm dhe qeveria Nano dhe ministri Nano dhe nga korrupsioni u molepsën dhe arma e gjithë Berisha ishte korrupsioni. Gjë që tani ti kur e thu nuk të vlen më. Në 2005 ishte teza bazë kryesore. Pastaj përfshiu dhe gjithë që zeroi kopin e mori dritanin, dashin, gjithë tjetër. Po çfarë fiton me qenë se fitote? Mori molla. Ç'ti që me Sali Berisha unë. Ashtu thotë. Mori kërkoi partia, ai do ta bësh për vendin tatë, gjë, ma mushi menjë. Valla unë hyra, më të fitova. Si puna ime më futi edhe çfarë tjerë. Ha kupton në zona tjera. Edhe Djata fiton vetëm me figura drejtan. Ne fitoshim komunë, nuk fitoshim bashkitë më të mëdha. Sepse kishim individ më të fortë. Me figura më të mira atë. Po ti imagjino, kishim komunë. Dhe fundit është kjo tash. Budalliku Lul Bashës 2015 që ke parasysh për ndarje administrative. Se këto nuk di me fol më burrë. Ato nuk marrin analizë, nuk marrin lapsa, nuk marrin letra, nuk shohim shifra se unë shifra edhe në parlament vallati. Unë merrem me buxhetin, me shifra, me gjëra të tjera. Këto nuk merren valla, të flasin hajdut, ti këtu, hajdut. Po e pa the hajdut që flur, asgjë. Ditush me fakte, me prova njëra. Ti që në ndër të vetmi që ke goditur oligarkët me jam, po patjetër, s'flisën gjëri më. Nuk. A ti që kam thënë unë njërin ato, s'pa them se s'duhet se për respekt të oligarkut, jo për gjë tjetër, i vetëm. Jo, tani kaluan gjithë atë. Tha po i thash po pse s'leti? Jo, tha po xhai im ka pi gjak tha me te. Po ti ke pi naftë thash? Sa ky bie thash. Sa më unë s'ka pi naftë, s'ka më retollon naftë, një më ndjek, s'ka më frikë. Me emër me gjithë gjërat. Më bllokuan sa kohë rrugët e varja, më çerë si ka. Dhe çfarë të ndodh ty vllajtem? Ty ndodh kjo, që ti njerëzit duhet ti ngresh. Ti ngresh besimin, po ngresh besimin, këtë që Berisha nuk e bën dot më këtë gjë. Edhe kur i thuti për korrupsionin, kështu, ai thotë, "Ore, çam sot më këtu thotë tani." Po sta beson ajo që nuk mund t'i bësh të gjitha. A e pra? Ajo të gjitha gjëra. Këto janë problemet të cilat kanë ndodhur.